Sende të këngëtares u shitën në ankand babai i Amy Winehouse gjyqin ndaj shoqeve të saj. Babai i këngëtares së ndjer, Amy Winehouse, ka humbur një betejë të gjatë në gjykatën e lartë kundër dy miqve të vajzës së tij pasi 10 sende të saj u shitën në ankand. Ai ngriti padik kundër Naomi Perry dhe Catriona Gorlai, duke i akuzuar ato se kanë përfituar nga sendet e shitura në ankandet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Avokatët e tij thanë gjykatës se dy gratë i kishin fshehur qëllimisht shitjet dhe thanë se ai u drejtua veprimeve ligjore sepse ishte mjeti i tij i vetëm për të marrë përgjigje. Zëvendës gjyqtarja e gjykatës së lartë Sarah Clark KC vendosi kundër kësaj dhe tha se ai nuk mund të kishte zbuluar se cilat sende të kontestuara kishin të pandehurit me një kujdes të arsyeshëm. Amy Winehouse është një këngëtare dhe kompozitore fituese e çmimit Grammy e njohur në botë për hitet e saj, përfshirë Rehab dhe Back to Black, e cila vdiq në vitin 2011 në moshën 27 vjeç. Avokatët e Perry dhe Gorlai thanë se sendet ose ju ishin dhënë atyre nga Amy Winehouse ose u përkisnin atyre. Gjykatësi përshkroi se si këngëtarja u jepte rroba miqve të saj të ngushtë pasi nuk donte të shihej e veshur me të njëjtën veshje më shumë se një herë në publik dhe kishte më shumë artikuj se sa mund të vishte, përdorte ose ruante ndonjëherë. Ajo përmendi gjithashtu bujarinë e saj të jashtëzakonshme dhe zbuloi se ishte në përputhje me karakterin e saj të dhuronte sende pa ndryshuar mendje për këtë. Në një deklaratë të lexuar në gjykatë, Perry tha: "Unë qëndrova pranë Emit si një mikesh, një partnere krijuese dhe stiliste saj e kostumeve. Ajo që ndanim ishte ndërtuar mbi besimin, besnikërinë dhe një dashuri të vërtetë për punën. Për momentin, fokusi im është në rindërtimin e jetës dhe karrierës time dhe në mbrojtjen e emrit tim, punës që krijova me Emin dhe trashëgimisë së saj."